Mos flini kurrë në krahun e djathtë, nuk është mirë për zemrën. Historikisht është këshilluar që të flihet gjumë në krahun e djathtë pasi kështu nuk ushtrojmë tension në anën e zemrës, por ekspertët rendisnin arsyet pse duhet të flini në të majtë. Sistemi limfatik transporton më lehtësisht toksinat nëse ato drejtohen drejt anës së majtë të trupit. Për zemrën tuaj është më mirë të pompojë gjak përgjatë trupit kur aorta është orientuar drejt anës së majtë të trupit. Nëse flini në të majtë, acidet gastrike nuk pësojnë rikthim në ezofag, pasi kjo e fundit lidhet me stomakun në anën e djathtë. Gjithashtu fjetja në të majtë përmirëson tretjen dhe nga ana tjetër shmang djegjen e stomakut. Stomaku dhe pankreasi shtrihen në anën e majtë të trupit. Në qoftë se ne flejmë në anën e djathtë të stomakut, atëherë ai tenton të ushtrojë tension mbi pankreas duke penguar aktivitetin.